një vajzë nga Tirana dhe jam me aftësi të kufizuara. Ju lutem, më ndihmoni se jam pas 3. Babajin e kam invalid dhe e mami vuan nga tensioni, ndërsa vllai është i papunë. Ku të mbytem? Ju lutem, vendosni dorën në zemër edhe për mua, se 2 herë kam tentuar të vetë vritem, se nuk e dua më të jetoj. Ky është mesazhi prekës i një 30 vjeçare me origjinë nga Mati, që kam rritur në redaksin ton. Quhet Pranvera Dika dhe është e dënuar të jetojë me një karrocë me rrota dhe t'i mohojnë shumë gjëra për të shijuar në këtë jetë. Pranvera ka lindur me një sëmundje të pashërueshme, edhe pse familja e saj ka bërë gjithçka që të jetojë si gjithë të tjerët. Vitet rodhën dhe vajza e vogël u rit dhe sot e pranon fatin, atë çka Zoti i fali, të lëvizi kudo me karrocën e saj, që është dhe mjeti më i domosdoshëm. Edhe pse me aftësi të kufizuara, kjo vajzë mundohet i zgjidhë vetë problemet e saj, të kërkojë me ngulm çdo të drejtë ligjore që i takon. Jeton aktualisht vetëm me prindrit dhe vllajën e saj të vogël 20 vjeçar në Tiranë, në një banesë me qira dhe kushtet ekonomike nuk janë të mira. Ky vlla ka bërë gjithçka për motrën e tij, ka privuar shumë gjëra nga jeta për t'ju përkushtuar Pranverës. Asnjëherë se ka lënë vetëm, kudo e ka marrë pas vetes, që Pranvera mos të ndjej vetmin dhe të mbyllet brenda 4 mureve. Siç shprehet dhe 30 vjeçaria, që vllai është i vetmi që e ka bërë jetën me ngjyra. Ndaj sot në studion ton, ajo do të ketë një mesazh për të shtrenjtin e saj, përpos problemeve të shumta që has çdo ditë në Tiranën tonë të madhe dhe të zhurmshme, ku pak apo as pak nuk dëgjohet zëri këtyre njerëzve me aftësi të kufizuara.